Elbasani, zoti Luzi, ta bëjmë më konkrete. Në qarkun e Elbasanit nuk ka javë që nuk vritet një fëmijë në aksident rrugor. O ku shkon për Rogozhin nga zona veçanërisht Pajov, Papër, ose këtej ku shkon për Librazh, siç ishte rasti i Mengles. Çfarë masash janë marrë në 5 vitet e fundit ku mund të t'i numroj, po desh edhe me emra 10 fëmijë të vrarë. Po çfarë masash janë marrë? Më fal, ku janë vrarë këta fëmijë? Buz rrugë, anës rrugë, duke kalu rrugën. Anës rrugën shumë mund të kenë ndodhur 1-2. Po 1-2 çfarë duke të pak? Shumica e tyre ka ndodhur brenda Karexhatës. Po, duke kalu rrugën. Duke kaluar rrugën. Si do kaloj rrugën? Po si do ta kaloj rrugën ky këmsor? Si kalohet rruga? E para punës duhet të jetë i vetëdijshëm se si duhet kaloj rrugën. Pra, kjo ka të bëjë me atë që ne e quajmë edukat. Okej. Ne marrim njeriu rrugë vetë edukohet, ë? Njeriu e edukojnë. Më dëgjove që unë thash Ministria e Arsimit. Po. Në Komitetin e Sigurisë Rrugore është dhe Ministria e Arsimit. E si na ngre strategji për edukimin e brezave të ardhshëm për këtë fluks qarkullimi i cili po shtohet akoma më shumë në Republikën e Shqipërisë. Okay. Si do të sillen këta fëmijë, këta duhet të marrin njohuritë e tyre për mos të në qerdhe në kopësht patjetër. Dhe në shkollat e fillore dhe të vjeçare duhet të jenë të përgatitur për ato norma që kanë këmsorët në rrugë. Duhet të jenë të përgatitur në mënyrën e zbritjes dhe hipjes në mjetet e shërbimit urban, që janë autobusët urban ose taksit. Duhet si do hipjen, si do zbresin prej tyre. Si do veprojnë kur mjeti është i pa ndaluar, kur mjeti ndalon, kur mjeti largohet. Si do të kapësej rrugën ky person. Pra, dalja e këmsorëve her pas here pas mjeteve të cilët kalojnë në rrugë, dalja e tyre rrit befasi në rrugë dhe sjell që këta të jenë të rrezikshëm për jetën e tyre rrezikojnë jetën e tyre. Pastaj edhe dramën e përdorësve tjetër të rrugës në rolin e shoferit, sepse të gjithë njerëzit kanë stresin e tyre dhe kanë pasoja psikologjike që ndodhin nga kjo ngjarje. Nuk mund ta trajtojmë të ndarë. Ai humbet jetën, por mund të humbas jetën dhe drejtuesi i mjetit i cili mund të manevrojë të dalë nga rruga, të bëjë një manevrë dhe të përfundojë kanalin dhe të humbi jetën e tij. Po të gjitha këto janë sjellin pasoja të pariparueshme për jetën e tyre dhe të pasardhësve të tyre, sepse edhe prindit shpesh të gjithë prindit që ndodh një ngjarje tragjike kanë dramën e tyre të cilën e bojnë gjatë gjithë jetës së tyre. Pra lëm pasoja të vazhdueshme në shoqërinë shqiptare. E kuptoj. Replik kishte Denisa, nëse nuk gaboj, ose një kontribut? Shiko, unë po flas përgjithsisht për sa i përket rrugës së Arbrit, sepse rruga e Arbrit u projektua në fillim, se duhet themi të vërtetën, kjo nuk është një vepër që lindi sot, por ka rreth 16 vite që është projektuar si gjë dhe për cilën banorët e Dibrës dhe Matit dhe gjithë verilindjes kanë pritur me dekada. Pra, segmentet e para më të rëndësishme të kësaj rrugë janë bërë vite më parë. Nuk është çështja që të marrë meritat Partia Demokratike, por problemi këtu është se si mundet që një rrugë, 27 kilometra rrugë të kësaj rrugë madhore, kanë kushtuar 450 milion euro. Dhe tani, zotëri i dashur, si mundet që në rrugën e Arbrit, skarpatat në çdo vend pothuajse janë të prishura.